Për këtë të tjerat, ne do flasim sot në një intervistë, kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me kolonelin, ish komandantin e forcës detare, zotin Artur Meçollari. Zoti Meçollari, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Meçollari, faleminderit ju dhe si mund t'ja shpjegojmë publikut çfarë është kjo marrëveshje që na erdhi tani ndoshta për disa si rrugthem qeth hapur dhe disa prej tyre mendojnë që mund të jetë edhe për të rritur nivelin 5% përpara samitit të NATO-s, pra që ende nuk është vendosur data, po shpresat janë që të bëhet vitin tjetër në Shqipëri. Shiko, natyrisht për publikun duket si një marrëveshje e cila ndodhi rastësisht e shpejtë për shkak të shpejtësisë me të cilën miratohet parlament, por kjo marrëveshje në fakt ka 2 vjet që ka nisur. Nuk ka nisur sot. Kjo ka nisur që nga viti 2024, afërsisht, kur president ka qenë presidenti Biden, ka pasur 2 iniciativa në atë kohë. Ka pasur një iniciativë që Shqipëria të blinte nga Shtetet Bashkuara të Amerikës armatime dhe municione, si dhe ka pasur dhe një iniciativë ka ardhur një general atëherë në atë periudhë, ka qenë viti 2024 ose fillimi 2025, ku Shtetet Bashkuara të Amerikës do të investojshin me një fond dhurim për $1.5 miliard në 10 vitet e ardhshme, por që nuk është bërë e mundur deri tani. Pra këto kanë qenë 2 tratativa që kanë ndodhur rreth 2024 fillimit të vitit 2025. Por e gjithë kjo nuk ndodhi për shkak të një problematike që lidhet me qeverinë shqiptare. Zakonisht kontratat e mbrojtjes janë kontrata sigurie të cilat bëhen me partnerët të cilët i quajnë partner strategjik, pasi ata kanë investuar në sigurinë tënde, kanë dhuruar për një kohë të gjatë, apo dhe kanë bërë dhurime në momentet më të vështira, apo marrë vitin 97, kur Shqipëria ishte në momentet më të vështirë, 3 ishin vendet kryesore, natyrisht të tjerë anëtarë të NATO-s, po 3 ishin kryesore, të cilët në fakt ringritën në fushën shqiptare, që ishin Shtetet Bashkuara, Turqia dhe Italia, dhe vendet të tjera. Apo këto janë 3 vendet të cilat kanë investimin më të madh si në sigurinë e Shqipërisë dhe në sigurinë e Kosovës. Pra në një farë mënyrë është edhe më e njohje që kontratat i lidhesh me ata që ti quhen partner strategjik. Edhe këta vende quhen partner strategjik për Shqipërinë. Dhe në këtë mënyrë kjo është një farë më e njohje, po është edhe një lloj garancie sepse në fakt kontratat ushtarake kanë një problematik, që nuk është se blen dhe shkëputesh nga blersi. Blersi është, me thënë, qëndron në varësi të blersit për mirëmbajtjen apo operimin e sistemeve për një periudhë 20 deri në 30 vjeçare. Janë në varësi të blersit. Kështu që në këtë mënyrë zakonisht kontratat të tilla bëhen me partnerët strategjik dhe tradicionalisht ushtria shqiptare i ka bërë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Turqinë dhe Italinë. Ka pas dhe vende të tjera, siç është Franca, Gjermania e tjera në moment të caktuar. Por mënyra e trajtimit të kësaj marrëveshje është edhe një çikës fëminore, në mënyrën se si trajtohet si momenti më i madh historik më i rëndësishëm historik në marrëdhëniet midis 2 shteteve, midis Shqipërisë dhe Amerikës nga viti 91. Në fakt, ata që shkruajnë këtë lloj deklarata janë njerëz që nuk e njohin historinë e marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Amerikës në fushën e mbrojtjes. Unë mund t'ju them që vetëm nga viti 1994 deri më sot, Shtetet Bashkuara të Amerikës vetëm për edukimin dhe trajnimin e personelit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shkollat më të mira harxojnë $3 milion në vit. Vetëm për trajnimin. Nuk po marr këtu që i kanë dhuruar forcës detare 10 motovetleta nga të cilat 5 të reja, kanë dhuruar makina për mjete toksore për forcën toksore, kanë dhuruar dron, kanë trajnuar forcat speciale, kanë pasur këshilltar ushtarak në Ministrinë e Mbrojtjes, të cilët paguheshin nga departamenti i shtetit. Dhe vazhdon akoma dhe një këshilltar vazhdon akoma te komanda kibernetike dhe ai paguhet nga buxheti i Shtetit Bashkuara të Amerikës. Pra, dhuratat që kanë bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës apo dhe Turqia dhe Italia, sidomos në periudhën kur ishte misioni i dije, pra kanë qenë të jashtëzakonshme. Por çfarë po ndodh? Pse pikërisht fillon 2 vjet më parë një tratativë e tillë për lidhje marrëveshjesh në fushën e mbrojtjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç është për shembull marrëveshja e UAS, apo
që mund të ishte edhe nga buxheti i shtetit, apo dhe dhurimi ose investimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës me 1.5 miliard dollar në 10 ditë e ardhshme. Sepse në fakt të gjitha këto janë vonuar, kjo marrëveshje është vonuar nga shteti shqiptar, sepse duhet të përfundonte marrëveshjen si me kompaninë IBIT System të Ron Fayed, ashtu dhe me shtetin izraelit, të cilat tashmë kanë përfunduar. Dje si ju ndërpres ish ministri Vengu, tha mbrëm që nisi Peleshi e vazhdova unë dhe e përfundoi Nufi, pra ishe gjatë gjithë kohë. Pra pikërisht, kjo lloj marrëveshje nuk është e tanishme, është e para 2 vjetëve. Por pse është vonuar? Sepse duhet të përfundonin marrëveshjet me Izraelin. Kaloi prioritet Izraeli. Pikërisht, pra, Izraeli është vend jon mik, por nuk është vend, nuk është strateg, nuk klasifikohet si partner strategjik. Dhe për më tepër Izraeli nuk ka pasur ndikim në sigurinë tonë kombëtare ballkanike apo europiane. Është vend, pra, kjo do të thotë që Shqipëria është duke devijuar marrëdhëniet ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes nga SBA, Turqi, Itali drejt Izrael dhe kryesisht Francë. Dhe kjo ka shkaktuar vitin 2025 ka qenë viti më i nxehtë në marrëdhëniet ndërkombëtare të Ministrisë së Mbrojtjes. Sidomos gjatë kohës që ishte ministër Vëngu. Vëngu natyrisht e di shumë mirë që ka ikur pikërisht për këtë arsye nga ai post. E ka hequr kryeministri Rama për t'i dhënë një refresh, por të gjithë e dinë që ministri i Mbrojtjes është Edi Rama, nuk është as Vëngu, as Nufi. Ai ka të gjitha fakt. Ai ka të gjitha, por thelbi është që ai tani kërkon atë vërim të madhe që i bëri anijes së tij në marrëdhëniet midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Turqisë, kërkon tani që ta mbylli atë vërimin me një 302 milionëshe. S'është vetëm kjo, janë 6 topat që do blihen në Turqi. Pra, nëse EBIT System me 600 milion euro kontrata në vitet e ardhshme me Kajon, dhe Shqipëria li 3 kontrata për blerje armatimesh me Izraelin, që mund të vend deri në 200 apo 300 apo 400, që mund të vend shumë në total në 10-15 vite, edhe 1 miliard, atëherë Shqipëria çfarë bën? E blen për të justifikuar gjithë të vërim, gjithë të risk që po bën në sigurinë kombëtare, pra duke shmangur aleatët strategjik tradicional, po e përmend tradicional, nuk janë të tanishëm. Atëherë çfarë bën? Krijon pikërisht këto xhepa, duke bler 302 milion këtu, 6 topa atje për të bërë qefin, por në fakt thyerja me Shtetet Bashkuara të Amerikës ka ndodhur në vitin 2025. Dhe ky ka qenë një nga argumentet kryesor të konfliktit që ka pasur ministri Vëngu si me ambasadën amerikane, ashtu dhe me ambasadën turke. Po, me të dy ambasadat ka pasur problematika të jashtëzakonshme. Vëngu e di shumë mirë cilat janë probleme, unë nuk dua të hyj në detaje, natyrisht di detaje, nuk dua të hyj në detaje, por e di shumë mirë që cilat kanë qenë problematikat. Për të dyja ka qenë në një farë mënyre i papranueshëm. Dhe kjo është një nga arsyet që kryeministri me qëllim për të rregulluar pikërisht këtë komunikim midis Ministrisë së Mbrojtjes dhe 2 ambasadave vendosi ta heqi Vëngun dhe të vendosi Nufin. Natyrisht Nufi nuk kishte barrën e veprimeve të Vëngut, po të gjithë dinë që edhe Ministri i Mbrojtjes është Edi Rama. Kolonel, marrëveshja është sekrete se pam dje deri tek rrëzimi nga shkallët në ndjekje të dokumentave, po mundet të kemi një skenar çfarë mund të jenë ato armatime? Shiko, është e vështirë që ta thuash se çfarë do jenë. Në F-35 nuk po e marrim. Është e vështirë ta thuash sepse në fakt, domethënë, e din ata që e kanë bërë, po kjo nuk ka shumë rëndësi në gjykimin tim. Sepse duke ikur me marrëveshje të cilat në fakt nuk paraqesin vizion, por paraqesin mbyllje vrimash. Domethënë duket sikur ne po ecim, hajde të shpenzojmë, të japim, të bëjmë një kontratë me